Alba Story prezanton. Jam një grua 40 vjeçe. Jeta ime ka marrë një rjedhë që as unë vetë nuk e mendoja kurrë. Kur isha vetëm 22 vjeçe, në atë kohë, në fshatin tim, martesat bëheshin me shkuesi. Erdhi një grua tek prindrit e mi dhe hapi fjalën për mua. Burri që me kishin gjetur ishte 50 vjeç. Diferenca ishte e madhe, plot 28 vite, por prindrit e mi pranuan. Nuk isha as e para dhe as e fundit në fshatin ton që martohej ashtu. Shumë vajzat e moshës ime përfundonin në shtëpi me burra shumë të moshuar, thjesht për të pasur një derë dhe një jetë e siguruar nga ana financiare. Kështu që unë e pranova fatin tim. Vesha fustanin e bardhë dhe shkova e u martova me atë. Burri im ka qenë i martuar me parë. Nga jo martesë, ai kishte një djalë. Djali, në kohën kur unë u martova, ishte 27 vjeç, por ai nuk jetonte me ne. Kishte ikur në Amerikë prej vitesh dhe ne nuk e shihnim kurrë. E burri im nuk punonte asgjë. Ai se vriste mendjen të gjente një punë shteti apo të bënte ndonjë biznes. Djali i tij i niste para çdo muaj nga Amerika dhe burri me ato lek kalonte ditën. Zgjohej në mëngjes, bënte ndonjë punë shumë të lehtë në obor sa për të kaluar kohën dhe pastaj dilte. Shkonte nga një komshin tek tjetri, pinte kafe, bisedonte gjithë ditën dhe kthehej në darkë. Unë rrija në shtëpi, pastroja, gatuaja, bëja një jetë e qetë, por mjaft të ftohtë. Vitet kaluan kështu, pa ndonjë gjë të madhe, e unë u mësova me atë bezdin time dhe e pranova atë lloj jete. Por vitin e kaluar, kur unë bëra 39 vjeç, burri im na la. Iku shpejt, e unë beta vetëm në atë shtëpi të madhe, e me vinte keq për te. Për një vit rresht, dera e shtëpisë u mbyll, e unë jetoja krejtësisht e vetme. Ishte një vit plot heshtje, e unë mbusha 40 vjeç aty brenda, duke menduar se jeta ime tashmë ishte mbyllur dhe thjesht do të jetoja si e veja e fshatit për pjesën tjetër të ditëve të mia. Por një ditë, dera e oborrit hapet. Dola jashtë dhe pash një burr me kostum dhe me valixhe. Ishte djali i ish burrit tim. Ai ishte kthyer nga Amerika. Kishte pasur ca probleme me letrat për shumë vite dhe nuk mund të udhëtonte. Prandaj nuk erdhi dot as kur na la baba i tij. E tani i kishte bërë letrat dhe ishte kthyer. Ishte një situatë jashtëzakonisht e çuditshme. Unë nuk e kisha parë kurrë me sy atë njeri. E kisha parë vetëm në disa fotografi të vjetra, kur ai ka qenë shumë i ri. E tani, ai ishte 45 vjeç, pra unë pëndaja shtëpinë me një njeri që e kisha ligjërisht djalin e burrit, por që në fakt ishte 5 vite më i madh se unë. Ai hyri brenda dhe u sistemua tek dhoma e të jatit. E kur ulem atë pasdite për të pirë një kafe në salon, e pash me vëmendje. Ishte një burr shumë i mbajtur.
vitet në Amerikë e kishin ndryshuar plotësisht e nuk i ngjante fare burrave të fshatit ton. Ai vishej bukur, fliste me një edukat sikur të ishte mësues, e sillej shumë mirë me mua. Filluam të jetonim bashk në të njëjtën çati. Unë bëja punët e shtëpisë si zakonisht, i përgadisja ushqimin, kurse ai dilte në qytet ose merrej me rregullime rreth shtëpisë. Ishte shumë i qetë dhe nuk me jepte asnjë bezdi, s'me thoshte asnjëherë të bëja ndonjë punë. Por fshati nuk lë gjë pa folur. Njerëzit aty rrin pas mureve dhe shikojnë çdo lëvizje. E një ditë, kur më vjen për vizitë një komshije, e cila është një grua, të cilës ja kisha besën dhe kishim kaluar mirë ndër vite, pasi pim kafen ajo më tha: "Dëgjoj tha, fshati po flet për ju. Ti je e re e ai është burri i pashëm. Të rrini ju të dy vetëm në një shtëpi, njerëzve nuk u duket mirë. Bëj kujdes nga fjalët", më tha ajo. I thash komshijes se nuk kishim çfarë të bënim, sepse ajo ishte shtëpia e tij, e unë nuk kisha ku të shkoja tjetër. Por pasi ajo iku, fjalët e saj më mbeten në mendje. Fillova ta shikoja atë me një sy tjetër. E vërteta ishte që ato fjalë nuk ishin krejt pa vend, sepse unë kisha filluar të ndjeja pak për te, e me pëlqente prania ati në shtëpi dhe fakti që kisha një burr të tillë afër, një burr që si kisha patur kurrë. Kaloi edhe pak kohë, e një natë, teksa ishim të dy në sallon, e kisha ndezur sobën, sepse bënte ftohtë, ai ishte ulur në divan, e ndërsa unë në anën tjetër. Televizori ishte i ndezur, por ne po bisedonim. E unë fillova ta pyesja për Amerikën, sepse isha kurioze të dija si kishte qenë jeta atij atje gjithë këto vite. Ai me tregoi mua për disa çaste, me tregoi për punën e tij, për qytetin dhe për vështirësitë që kishte kaluar derisa kishte marrë ato letra, derisa biseda vazhdonte mes nesh shumë e qetë. Teksa po bisedonte, papritur ai ndaloi, edhe pse unë vereja që gjatë bisedës me shikonte me shumë ëmbëlsi. "Kam një surprizë për ty", më thaj, mbylli një herë sytë. E unë, pak e habitur e pak e gëzuar, mendova se me kishte sjell ndonjë dhuratë nga Amerika, ndonjë varse, ndonjë parfum, dhe e kishte ruajtur për të ma dhënë atë natë. Mbylla sytë e po prisja që të më jepte diçka në dorë, por nuk ndodhi ashtu. Në vend të një dhurate, unë ndjeva buzët e tij mbi buzët e mia. Ai kishte ardhur pranë meje, e kishte filluar të më puthte buzët. Nuk u shtan nga fare, por u gëzova, e nuk i hapa sytë, sepse kjo gjë me pëlqeu shumë, e nuk refuzova fare asgjë çfarë më thoshte ai. Ngrita duart e ja hodha në qafë për të mbajtur afër, e ai më shtrëngoi. Ulëm të dy ngadalë në dysheme, pranë sobës, e vazhduam të dy të putheshim. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëni subscribe.